A të pëlqen ideja një shtëpie të pastër, të qetë dhe të rregullt, por çdo ditë të duket sikur nuk ke as kohë, as energji dhe as motivim për ta mbajtur ashtu? Nëse po, atëherë dua të them diçka që mund të ndryshojë jetën. Nuk të duhen orë. Nuk të duhet fundjava. Nuk të duhet perfeksion. Të duhen vetëm pak minuta në ditë. Mes kaosit ku qëndron tani dhe shtëpisë së qetë që ke ndërruar prej vitesh, qëndron një hap shumë i vogël. Dhe sot do të flasim për 12 minuta. Jo si premtim magjik, por si një proces i thjesht, i përditshëm dhe që funksionon. 12 mikroveprime, rreth 1 minutë secila. Të ndërtuara mbi mençurinë japoneze të qetësisë dhe minimalizmit. Jo për të pastruar gjithçka menjëherë, por për të nisur një transformim që ndryshon hapësirën dhe mendjen tënde. A të ka ndodhur ndonjëherë të kthehesh në shtëpi pas një dite të gjatë, të hapësh derën, të lësh çelësat mbi tavolinë dhe të shikosh gjëra që nuk janë në vendin e vet. Edhe brenda 2 sekondash të ndihesh edhe më i lodhur se më parë. Nuk është rastësi. Nuk është trupi yt. Është ambienti. Sheh rrobat të hedhura, pjatat në lavaman, letrat të shpërndara, objektet të cilat i ke lënë vetëm për sot, por sot u bë dje dhe dje u bë një javë më parë. Edhe ti ndalesh. Jo për të qortuar, por sepse diçka brenda teje lëviz. Rrëmuja flet. Po, rrëmuja po të flet. Çrregullimi nuk është neutral. Është një gjuhë e heshtur që të tregon se ku je mendërisht dhe emocionalisht. Carl Jung do të thoshte: ajo që nuk e përballon jashtë, të sundon brenda. Një shtëpi e çrregullt nuk është problem praktik, por është pasqyrë psikike. Çdo objekt jashtë vendit është një vendim i shtyrë. Çdo cep i lënë pas dore është një pjesë e vetes që po shmang. Dhe ti e ke ndjerë këtë. E ke ndjerë shumë herë. Dhe a e di se kush është problemi i rrëmujës? Truri mësohet me kaosin. E normalizon dhe e kthe në peizazh. Derisa një ditë nuk arrin të dallosh midis lodhjes mendore dhe çrregullimit fizik, sepse gjithçka bëhet një peshë vetme. Ti nuk mendon dot qartë, nuk lëviz dot shpejt, nuk gjen dot qetësi dhe e pyet veten se pse. Por përgjigjja është aty, përpara syve të tu. Hapësira jote nuk të mbështet më. Ajo të pengon. Të thith energjinë sa herë që ti hyn në të. Jo sepse është e keqe, por sepse të pasqyron ty. Pasqyron zgjedhjet që ti ke bërë. Fjalët e pathëna, emocionet e ngrira. Dhe shpesh rrëmuja nuk është armik. Është një mesaxher. Nuk është mungesë kohe. Është frikë. Frikë nga ajo që do të gjesh kur të shohësh me të vërtetë. Rrëmuja është thirrja e brendshme që të thotë: këtu ka diçka që kërkon vëmendjen tënde. Por sot filloi një udhtim tjetër. Një udhtim që nis nga shtëpia jote, por që të çon brenda vetes. Edhe sot ne do të fillojmë të dëgjojmë. Por tani që ke filluar të dëgjosh atë mesazh të heshtur që rrëmuja të dërgon, ndoshta po dëgjon edhe një zë tjetër. Një zë që të thotë: është vetëm pak rrëmuj. Kur të kem kohë do ta rregulloj. Ja ku është problemi. Ai zë nuk është aleati yt. Ai zë është jehona e 3 miteve. 3 ide të rreme, por thellësisht të rrënjosura që për vitesh, të cilat sabotojnë marrëdhënien tënde me rregullin. Prandaj ka ardhur koha t'i zbulojmë. Miti i parë. Rregullimi nuk është fizik. Është emocional. Është i brendshëm.
sepse çdo objekt ka një histori. Çdo zyrtar i harruar, çdo cep i lëm pas dore, ka një peshë. Kur rregullon, kur ti e hap atë zyrtar që e ke shmangur prej muajsh, nuk po prek vetëm objekte, nuk po zhvendos vetëm sende, por po zhvendos veten. Po prek vendime të pezulluara, premtime të harruara, versione të vjetra të vetes që nuk e patur guxim që të përballesh. Është një pjesë e jotja që ka mbetur aty, ka mbetur në pritje. Rëmuja nuk është çrregullim. Është një mesazh që të thotë: ka diçka këtu që kërkon vëmendjen tënde. Prandaj, rregullimi nuk fillon në duar, fillon në mendje. Është si ti thuash vetes: po kthehem të kujdesem për veten. Nuk është akt perfeksionizimi, por është akt fuqie. Miti i dytë na thot se duhet motivim për të filluar. Por ky është një iluzion i ëmbël, është një kurth i heshtur. Sepse motivimi është i paqëndrueshëm. Vjen kurdo dhe ikën kurdo. Nëse pret motivimin, jeta kalon duke pritur. Njeriu nuk ndryshon sepse ndihet gati. Njeriu ndryshon sepse vepron edhe atëherë kur nuk ndihet gati. Kjo është arsyeja sepse japonezët nuk presin frymëzim, por krijojnë rituale. Krijojnë veprime të vogla, të përditshme, të cilat nuk varen nga humori. Sepse energjia nuk vjen përpara veprimit, por vjen pas tij. Rituali 12 minutave nuk është për ata që kanë dëshirë, por për ata që duan të rikthejnë atë. Nuk të kërkon forcë, ta kthen forcën. Është shkëndija që thyen inercinë. Është momenti kur trupi lëviz dhe mendja ndjek. Të kujton se kush je në të gjitha të kaos. Edhe miti i tretë thotë: nëse nuk mund ta bëj perfekt, më mirë të mos e bëj fare. Por ky është helm i pastër për mendjen e rritur. Është sabotuesi më i rafinuar. Sa herë ke parë shtëpinë dhe ke menduar se të duhen orë për ta rregulluar? Dhe pastaj e ke lënë. Ti ke lënë shtëpinë pa rregulluar, ndërsa peshën nuk e ke lënë. Atë e ke mbajtur brenda vetes tënde. E ditë pas dite, ndihesh gjithmonë më i shtypur. Perfeksionizmi nuk të mbron. Ai të paralizon. Dhe ai dini kush është e vërteta. E vërteta është se nuk duhet të rregullosh gjithçka. Nuk e sepse ti bësh të gjitha dhe nuk e sepse ti bësh perfekt. Duhet vetëm të fillosh. Fillo në 1 metër katror, në një zyrtar, në një tavolinë, në një hapësirë të vogël ku ti e sheh veten duke vepruar. Dhe kur e sheh veten duke vepruar, identiteti yt ndryshon. Nuk je më ai që le gjërat për gjysmë. Nuk je ai që dorëzohet, por je ai që fillon. Dhe ky është revolucion. Sepse rregulli të kërkon të dallosh midis asaj që të mbron dhe asaj që të saboton. Sepse po, rëmuja mund të duket si një batanie e ngrohtë, por ajo është një batanie që të mbyt, të psheh dhe të ndalon. Tani që i ke parë dhe i ke kuptuar këto 3 mite, bëhet e qartë që pengesa më e madhe nuk është rëmuja, por mënyra se si e sheh atë. Ndryshimi nuk fillon me një zyrtar. Fillon me vetëdije. Sepse transformimi i vërtet nuk është i madh dhe nuk është as dramatik. Është i vogël, i qetë, por i qëndrueshëm. Kjo është fuqia e 12 minutave. Jo sepse pastrojnë shtëpinë, por sepse riorganizojnë mendjen. Rregulli, kur bëhet me vetëdije, është një mënyrë për të kthyer tek vetja. Dhe truri nuk dëgjon fjalët, dëgjon veprimet. Por ato veprime janë mjaftueshme të vogla për të mos të rrëmbur dhe mjaftueshme të gjata sa të aktivizojnë neuroplasticitetin,
aftësinë e trurit për të rindërtuar. Çdo gest i vogël bëhet një deklaratë. Unë nuk jam më ai person që shman. Unë mund të krijoj rend. Unë nuk jam më pengi së shkuarës. Për këtë arsye, këto 12 minuta funksionojnë. Sepse nuk ndryshojnë vetëm hapësirën, ndryshojnë identitetin. Prandaj, le të shohim 12 ritualet japoneze. 12 minuta që riorganizojnë botën tënde brenda dhe jashtë. Edhe japonezët e kanë kthyer këtë në art. Jo shumë, por me prani. Jo perfekcion, por drejtim. Rituali numër 1. Hyrja. Hyrja nuk është thjesht një derë. Është kufiri mes botës së jashtme dhe botës së brendshme. Kur ti hyn me këpucë brenda, gjithçka që prek jashtë, pluhuri, zhurma, ritmi i ditës, vjen me ty dhe përfundon në dyshemen ku luajnë fëmijët e tu, ku ti ecën këm zbathur, aty ku flen kafshët shtëpiake, ku pushon familja jote. Prandaj, hapi i parë është hyrja. Por, aty ke një zgjidhje. Hiq këpucët tek dera dhe vish pantoflat. Kur heq këpucët, nuk po largon vetëm ndotjen, por po lë jashtë tensionin, nxitimin dhe peshën e ditës. Trupi e di dhe truri e ndjen. Ky gest i vogël i thot sistemit tënd nervor: tani je në paqe, je në shtëpi. Më pak se 1 minutë, por mjafton që bota e jashtme të mbetet jashtë dhe ti të rikthehesh tek vetja. Rituali numër 2. Lavamani. Në Japoni ka një rregull të thjeshtë. Atë që e përdor e lan me një herë. Jo më vonë. Jo kur të kesh kohë, por tani. Sepse një filxhan i lartë tani kërkon vetëm pak sekonda. Por, po i le për më vonë, kthehet në lodhje, në stres edhe në një mal të vogël që rritet pa zhurmë. Sepse një enë e palar nuk është thjesht një enë, është një peshë në mendje. Kur e lan me një herë, nuk po pastron lavamanin, por po pastron hapësirën tënde të brendshme. Rituali i tretë. Letra. Letra është pushtuesi i heshtur. Nuk bën zhurmë, por rritet çdo ditë. Një faturë, një dokument i vjetër, një flet pa vlerë, një pikturë e fëmijës, dhe papritur, krijohet një pirg që të rëndon mendjen më shumë se sa hapësirën. Sekreti është i thjeshtë. Hiq një letër në ditë, vetëm një. 1 minutë sot nuk e lejon një mal nesër. Dhe rezultati, një shtëpi më e rregullt. Kur pirgu ndalon së rrituri, ndalon dhe zhurma e brendshme. Gjithashtu, edhe mendja lehtësohet. Dhe ti rikthen kontrollin, flet pas flete. Rituali numër 4. Riciklimi. Riciklimi në Japoni nuk është detyrë. Është ritual. Është respekt për hapësirën dhe për veten. Një mënyrë për të thënë: unë kujdesem. Aty çdo gjë ka vendin e vet. Kartoni me kartonin, plastika me plastikën, qelçi me qelçin. Asgjë nuk endet. Asgjë nuk krijon kaos. Ti nuk ke sepse të ndryshosh gjithçka. Mjafton një gest i vogël. Zgjidh një objekt dhe vendose në vendin e duhur. Një shishe, një kuti, një kanaçe. 1 minutë dhe zakoni ndërtohet vet. Ndryshimi i madh fillon nga një veprim i vogël, sepse një objekt i riciklueshëm në ditë ndryshon mënyrën se si mendon. Zakoni numër 5. Garderoba. Danshari. Filozofia japoneze e lëshimit. Lësho atë që nuk të shërben. Në Japoni ekziston një ide e thjeshtë. Refuzo, lësho, ndaj. Edhe, vendi ku fillon më së miri? Garderoba jote. Shikoj dollapin. Sa rroba mban që nuk i vesh më, që nuk të bëjnë më? I mban vetëm sepse ke paguar shumë.
apo sepse ishën dhurat, por që nuk I ke veshur kurrë. Këto rroba nuk janë neutrale. Ato zën hapësirë fizike, mendore dhe energji. Dhe a I dini se kush është zgjidhja? Hiq një rrobë në ditë. Dhuroje, jepje dikujt që e përdor, ricikloje, vetëm 1 minutë. Edhe pas 30 ditësh, 30 rroba më pak. Pra, më pak rrumuj, më shumë qartësi dhe vendos më lehtë se çfarë do të veshësh. Minimalizmi nuk është që të heqësh gjithçka, por që të mbash vetëm atë që të shërben. Dhe cila është rroba e parë që do të fillosh ta largosh që sot? Rituali numër 6. Minuta e banjës. Sekreti japonez nuk është pastrimi I madh, por kujdes I vogël çdo ditë. 30 sekonda sot apo 20 minuta pas disa ditësh. Në banjo, njollat, lagështia, pasta e dhëmbëve janë të lehta për t'u pastruar sot, por të vështira nesër. Prandaj, zgjidh të pastrosh një sipërfaqe. Pasqyrën, rubinetin, lavamanin, një qoshe të vogël, kaq mjafton. Dhe si rezultat, do të keni gjithmonë një banjë të pastër, një fundjavë më të lirë dhe më shumë qetësi dhe kontroll. Sepse pastërtia e përditshme është një formë respekti për veten. Rituali numër 7. Tavolina kryesore në shtëpinë tënde është magneti I kaosit ku përfundojnë çelësat, letrat, karikuset, gjërat pa vlerë dhe ngadalë, kur lihet pa kontroll, ajo bëhet një pasqyrë e kaosit të brendshëm. Dhe kështu kthehet në një rrumuj që të lodh vetëm duke e parë. Dhe a I dini se cili është rituali japonez në këtë rast? Pastro tavolinën çdo natë përpara gjumit. Vetëm 1 minutë. Vendos çdo objekt në vendin e vet dhe mos lër asgjë mbi tavolinë pa arsye. Dhe të nesërme në mëngjes, ti zgjohesh dhe sheh rregull. Mendja ndihet më e qetë. Truri e fillon ditën me një energji pozitive dhe jo me stres. Sepse mënyra se si duket hapësira jote ndikon direkt në mënyrën se si ti ndihesh. Rituali numër 8. Minimalizmi nuk është vetëm fizik, është edhe digital. Hape telefonin. Shiko për kuriozitet sa aplikacione ke që nuk I përdor. Sa foto janë thjesht aty, rrumuj të turbullta, jo të qarta? Sa screenshot I ke të harruara? Sa skedar që nuk të shërbejnë më janë në telefonin tënd? Ti nuk e kupton. Por të gjitha këto krijojnë një lloj rrumuje të heshtur, e cila e lodh mendjen pa e kuptuar. Dhe zgjidhja në këtë rast? Fshi 10 foto. Hiq një aplikacion dhe çregjistrohu nga një email. Vetëm 1 minutë. Dhe më pas, do të shohësh se hapësira pastrohet. Mendja lehtësohet. Ke më pak shpërqendrim dhe më shumë qartësi. Dhe truri yt merr frym lehtësisht, sepse rrumuja digjitale është lodhje mendore e padukshme. Rituali numër 9. Në Japoni, rregulli nuk vjen nga përpjekjet e mëdha, por nga vëmendja e vogël dhe e përditshme. Zgjidh një sipërfaqe, vetëm një. Tavolinën e punës, banakun, komodinën, atë që ti do. Pastroje. Hiq çdo gjë që nuk e ka vendin aty dhe kthe vetëm atë që ka vërtet vlerë. Dhe do të shohësh se rezultati do të jetë I menjëhershëm. Do të kesh më shumë përqendrim, më shumë qetësi dhe më pak stres, sepse qartësia vizuale krijon dhe qartësi mendore. Prandaj, pastro sot vetëm një sipërfaqe, sepse shpesh nuk janë ndryshimet e mëdha që transformojnë jetën tonë, por janë minutat e vogla të bëra çdo ditë. Rituali numër 10. Rregullimi I shtratit është fitoria e parë e ditës. Në Japoni, rregullimi I shtratit nuk është detyrë, është ritual.
Një vije qartë mes natës dhe ditës. Mjafton 1 minutë. Sa po të zgjohesh, rregullo shtratin, drejtoj organin, vendosja stëkët në vendin e tyre. Pra, rregullo hapësirën ku ke fjetur. Një veprim i vogël, por me ndikim të madh, sepse ky xhest i thot trurit: dita fillon me qëllim. Dhe do të kemi më shumë vetbesim dhe më shumë energji. Pasi mënyra se si ti e nis ditën shpesh përcakton mënyrën se si do ta jetosh atë. Rituali i 11. Në ritualin e 11 gjejmë minutat e mirënjohjes, pastërti e brendshme. Mund ta kesh shtëpinë perfekte, por nëse mendja është e trezuar, gjithçka ndihet kaotike. Minimalizmi nuk është vetëm jashtë, por është edhe brenda nesh. Prandaj edhe këtu, mjafton thjesht 1 minutë. Ndalo. Shiko përreth. Gjej 3 gjëra të vogla për të cilat je mirënjohës. Për shembull, drita, ngrohtësia, një filxhan kafeje, thjesht zgjidh 3 gjëra të vogla. Mirënjohja e pastron zhurmën, e qetëson mendjen dhe e rikthen qartësinë. Edhe papritur, rregulli nuk është më një detyrë. Është një mënyrë për të nderuar jetën që ke. Sepse kur ndryshon mënyrën se si e sheh atë që ke, ndryshon të mënyrën se si jeton. Rituali 12. Në ritualin e 12 kemi minutën e heshtjes. Butoni i rinisjes. Heshtja nuk është bosh, është e plot. Në Japoni, heshtja nuk është mungesë zhurme, por është hapësira ku mendja rikthehet në ekuilibër. Ne jetojmë në zhurma të vazhdueshme. Njoftime, ekrane, biseda, trafik, muzikë e të tjera. Dhe kjo zhurmë është aq konstante sa shumica e njerëzve nuk e vën fare re. Por truri e ndjen. E ndjen çdo sekond. Prandaj, të paktën një herë në ditë, fik gjithçka. Qëndro pa telefon, pa ekran, pa muzikë, pa zë, qëndro vetëm 1 minutë në heshtje. Kaq mjafton që sistemi yt nervor të marrë frymë, që mendja të qetësohet edhe që ti të rikthehesh tek vetja. Dëshiron ta bësh më shumë? Sigurisht që mundesh, por të paktën 1 minutë bëje të detyrueshme. Dhe rezultati? Më shumë prani, më shumë qartësi dhe më shumë jetë. Dhe a e dini sepse funksionojnë këto 12 rituale? Funksionojnë sepse nuk janë minutat që ndryshojnë jetën tënde, por janë minutat e përsëritura. Pak, çdo ditë dhe pa ndërprerje. Pas 7 ditësh, ndryshime të vogla. Pas 30 ditësh, zakone të reja. Dhe pas 90 ditësh, një sistem që funksionon. Shtëpia jote nuk ndryshon brenda natës, por ndryshon çdo ditë. Po ti, sa herë ke pritur momentin e duhur? Sa herë ke ndjer se diçka duhet të ndryshoj, por ke heshtur përballë saj? Ndoshta tani e kupton. Ajo ndjesi nuk është rastësi. Është thirrja jote e brendshme. Nuk ke nevojë për plane të mëdha dhe as për energji të jashtëzakonshme. Nuk ke nevojë as për ditë të lira. Ke nevojë vetëm për një hap të vogël. 1 minutë që thyen në ritmin e vjetër. Një veprim që i tregon vetes se je gati të lëvizësh ndryshe. Sepse ndryshimi i vërtet nuk vjen me zhurmë. Vjen me qetësi, me prani, me zgjedhje të vogla që përsëriten derisa bëhen natyrë. Dhe kur ti fillon të lëvizësh, edhe jeta jote fillon të hapet përpara teje. Përpara se ta përfundoj këtë audio, doja të pyesja: a pati një moment që ju bëri të ndaloni, të mendoni ose thjesht të reflektoni? Nëse po, më tregoni. Më tregoni edhe cili ritual ju pëlqeu, apo diçka që më përpara nuk e dinit. Ose mund të keni ndonjë ritual tuaj, një xhest të vogël që ju sjell qetësi dhe rend.
shkruajeni. Mos e mbani për vete, sepse ndoshta pikërisht komenti juaj bëhet drita që i duhet dikujt tjetër për të filluar. Ndonjëherë, një mendim i vogël i yni bëhet një ndryshim i madh për dikë tjetër. Le ta ndihmojmë njëri tjetrin me aq sa mundemi. Faleminderit që më ndoqët.